تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëson Allahu s'ka kush e devion dhe ka devion Allahu s'ka kush e udhëson. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti I mençurve, nga autori Ebu Hatim Muhammad ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, I cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, ata e falt, ata dhe na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e radhës, që është tema e 14, bëhet fjalë për këtë titull që ka thënë autori, dhikru karahiyati al-muadati lin-nas. Domethënë këtu përmendet urrëtia, domethënë se në Islam është e urryer që njeriu të shkaktoj armiqësi. Domethënë të bëj armiq aty ku nuk ka. Domethënë urrëtia e armiqësimit të njerëzve. Dhe siç e ka mënyrën, ka filluar me hadith që e transmeton ai me zinxhirin e tij, ka thënë akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdissalam bi Beirut. Domethënë na ka treguar Muhammad ibn Abdullah ibn Abdissalam në Beirut, I cili ka thënë haddathana Muhammad ibn Muhammad ibn Mus'ab Wahshi قال حدثنا ابن المبارك عن عمرو بن واقد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه. Pra, si që shihni me këtë zinxhir, transmetohet nga Abu Darda radhiyallahu anhu dhe thuhet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwalu shay'in nahani anhu rabbi ba'da ibadati al-awthan. Gjëja e parë që më ka ndalu Zoti im pas asaj që më ka ndalu, do të thënë adhurimin e idhujve. Gjëja e parë që më ka ndalu pas kësaj është ka thënë la'nul khamri wa mulahatur rijal. Do të thënë mallkimi I alkoolit ose I verës, ose në tjera libra, do të thotë në tjera versione thotë shurbul khamr, do të thënë pirja e verës, ose kanë disa që thotë la'nul hamir, mallkimi I gomarve. Wa mulahatur rijal, edhe do të thënë debatimi me kokfortësi me njerëzit. Do thotë kjo është, këtë ka sjell, do të thënë këtë temë që ky debatimi I vazhdueshëm, polemizimi me kokfortësi, këmbgulje, është që shkakton armiqësi. Do të thënë që atëherë e shkakton që njeriu të bëhet armik dhe kundërshtar. Por ky hadith është I dobët dhe ka dobësi shumë të madhe. Është një prej transmetuesve që është shumë I dobët, është Amr ibn Waqid, edhe është grada e tij që domethënë dietarët e Jarh wa Ta'dil I thon metruk, domethënë I lan, I braktisur, pra që nuk I merret hadithi në asnjë rast. Domethënë ky hadith nuk është argument pra nuk merret si argument dhe nuk I përshkruhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Mirë po, u përmendën disa argumente më herët, edhe do të përmenden argumente këtu nga njerëz të mençur prej sahabëve, prej tabiinëve, prej dietarëve të mëdhenj, që tregojnë se ky kokëforcia në debatim ose bërja e shkaqeve që e shkakton armiqsinë e njerëzve ndaj teje, ajo nuk është rrugë e saktë. Prandaj thot autori rahimahullah, yajibu ala al-aqili, do të thënë njeriu i mençur e ka obligim që ta di se ai i cili e do nuk i ka zili. Do të thënë kur dikush do dhe ti e di se ai të do, nuk ka zili. Dhe ai i cili nuk ka zili nuk të bëhet armik. Prandaj do të thënë duhet me pas kujdes që mos shkaktosh ti, ka njerëz që me zor, do të thënë shkaktojnë që dikush të jetë ziliqar, edhe duke qenë raporte të mira, do të thënë bëjnë shkaqe që e sjellin armiqsinë edhe largimin, pra këta nuk e bën i mençuri. Pastaj thot armiku i fshet është më i rand, edhe më shumë duhet të ruhesh prej tij se armiku të dukshëm. Edhe kjo është e qartë, do të thënë logjikën e shëndosh të njerëzve, është e kuptueshme se një njeri që shfaqet si dashamir, mirëpo është armik, do të thënë e fsheh armiqsinë, ai është gjithmonë më i dëmshëm, edhe më i rrezikshëm. Edhe duket, edhe para teje duket, edhe para njerëzve tjerë, sikur ta do të mirën, mirëpo në fshetësi bën kurthe dhe bën plane, do të thënë si të dëmtoj. Kjo edhe në nivelin individual mes njerëzve është e saktë, po edhe në nivelin e umetit. Pra musliman duhet ta dinë cili është armiku i vërtet. Pra armiku që është i dukshëm është i qartë, edhe mbrojtja prej tij është më e lehtë, sepse njeriu i mençur e pret që ka mundësi të sulmoj ai armiku i dukshëm ose ka mundësi të dëmtoj, edhe nuk ja jep sekretet e kështu me radhë, nuk e ve, do të thënë besimin tënd tek ai, sepse e di që është armik i jashtëm ose armik i dukshëm. Kurse armiku që shfaqet si dashamirës, siç janë rafidat për shembull në lidhje me umetin, është dhe me keqardhje të madhe shumica e muslimanëve nuk e kuptojnë armiqsinë e vërtet që e kanë rafidit. Për një numër të madh të bukur të muslimanëve që e kanë kuptuar Islamin edhe kanë kuptuar rrugën e Kuranit, Sunetit dhe të sahabeve, e kanë të qartë se rafidat janë armiq. Mirë po, me keqardhje të madhe shumica nuk e kuptojnë edhe kanë besim të madh. Atëherë, padyshim se dëmi prej atij armiku që e mendon si mik është shumë herë më i rëndë se dëmi prej armikut që e di se është armik. Dhe nëse njeriu, thot pra autori rahimahullah, nëse njeriu është i atill që nuk fal, dhe pastaj gjithashtu nuk e merr hakun prej dikujt, atëherë i ndodh vazhdimisht pishmanllëk, keqardhje, çdo herë, do të thënë e mundon ajo pse nuk ja ka marr hakun, nuk ja fal krejtësisht që ta harrojë atë dëm që ja ka bërë dikush, por edhe nuk mund ta marrë hakun ose nuk i ka marrë hakun, edhe çdo herë rri me këtë ndjenjë, do të thotë të pakëndshme. Dhe thot nëse merr mendim prej dikujt që nuk ta do të mirën, atëherë kjo është më e fuqishme për të shkatruar se prej armikut që ka numra të tmerrshëm të ushtrive. Do thot, merr mendim prej dikujt që është i dyshimt. Dhe prapë po flasim këtu, autori rahimahullah ka fol për nivelin individual, që secili njeri të jetë i edukuar me këtë rrugë të mençurisë, mirëpo njëkohësisht vlen edhe për nivel më të lartë. Do të thënë ne që nuk kemi ndonjë përgjegjësi për njerëz të tjerë, duhet t'i marrim këto këshilla për vete, kurse njerëz që i ka sprovu Allahu që të kenë, do të thënë, pozitë udhëheqjes umetit, qoftë prej pushtetarëve ose prej dietarëve, ata, do të thënë, përgjegjësia e tyre është më e madhe. Dhe për këtë shkak, umeti kur
kur ka marrë mendime prej njerëzve jo të sinqert, prej dietarëve të prishur, prej atyre thirrësve në bidate, prej njerëzve që diturinë e fesë e vënë në shërbim të interesave të tyre të dunjas, edhe kërkojnë përmes diturisë, përmes të folurit në emër të fesë që të arrijnë në pozita ose në pasuri, edhe u kanë dhënë muslimanëve mendime, u kanë dhënë këshilla. Dhe këto këshilla, pra kjo është ajo që e shohim ne, do të thonë këto këshilla do thotë që janë dezorientim edhe çorientim i njerëzit, se nuk është këshill, do të thonë me kuptimin e vërtet, mirë po, ata e kanë thënë si këshill, edhe e kanë marrë disa njerëz si këshill, i kanë sjell dobësim të ummetit dhe shkatrim të fuqisë së muslimanëve, që s'kishin pas mundësi armiqtë e jashtëm me ushtri të shumta, me mira dhe miliona ushtri, nuk do të kishin pas mundësi ta bëjnë atë shkatrim që e kanë bërë njerëz e dyshimt, do të thënë me fjalët e tyre që janë dëgjuar. Edhe nuk i kanë dëgjuar fjalët e këshilluesve të vërtetë, nuk i kanë dëgjuar fjalët e dietarëve të sinqert, dietarëve që thrasin librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk janë dëgjuar fjalët e tyre. Janë dëgjuar fjalët e avanturistave që për veti, domethënë, sigurojnë çështjen e jetesës, kurse muslimanët i hedhin në zjarrin e fitneve. Prandaj njeriu gjithmonë duhet ta ketë këtë mençuri. Duhet ta dish nga kush duhet të marrësh këshill. Sepse këshilla dhe mendimi i njeriu që ose është, do të thënë, ignorant, ose budalla, ose është që ta do të keqen, ose nuk është i sinqert në dhënien e këshillës, se ka tjetër qëllim dhe interes, shkatërron më shumë se armiqt me ushtri milionshë. Pastaj thot, gjithashtu njeriu i mençur largohet prej armiqësimit të vëllezërve të tij. Pra, ai të cilin e ke vlla të vërtet në rrugën e Kuranit dhe Sunetit, mos bëj diçka që shkakton ta bësh armik, domethënë atë. Ti bësh armiq vëllezrit, domethënë nuk duhet me shkaktu, patjetër me bë, domethënë njerëz e çmendur, budallënj, bëjnë shkaqe që dashamirin më të madh ta bëjnë si ta bëjnë armik. Domethënë patjetër, edhe nëse ka ndonjë mangësi që mund të përmirësohet, ose mangësi të rënda, por kemi folë për ato se ndonjëherë mbyllen syt, ndonjëherë bëhet përpjekje për përmirësim, kurse kur shet diçka që ta prek një interes të vogël, do patjetër që me pas armik të plotë, edhe patjetër me rreshtu atje, të më thënë ti je cionist, je me ata, do thotë patjetër me largu që ti shtosh armiqt. Ajo nuk është mençuri, edhe nuk është udhëzim sipas fesë Allahut subhanahu wa taala. Thot ahwatu lil aqli, do të thonë wa tarkul adawa, pra ky largimi prej armiqësimit ose shkaktimit të armiqësisë. Edhe shkaqet e armiqësisë ose shkaqet e përçarjes nuk janë vetëm me sulmu dikon. Do të thonë ka mundësi shkaqet e përçarjes janë në radhë të parë largimi prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Edhe shpikja e bidateve, përhapja e bidateve është ajo që i ka sjell gjitha këto armiqësi mes muslimanëve. Edhe njeriu kur është në mesin e pasuesve të sunetit, edhe nis ti afrohet njerëzve të bidatit, edhe bën bidate, largohet nga rruga e Kuranit dhe Sunetit, patjetër që me këto e shkakton armiqësinë e vëllezërve të tij, të cilët ja duan të mirë, të mirën. Edhe nuk është mençuri, do thotë patjetër me shkaktu armiqësinë e vëllezërve të tu, pra braktisja e armiqësimit të vëllezërve është më kujdesshme ose më e sigurt për njeriu e mençur sesa, domethënë, formimi i miqësisë. Domethënë miqt që i ke, të afërmit, dashamir që i ke, thotë më udhës është që të ruhesh, mos e prish miqësinë me ta, sesa të fillosh, domethënë, të krijosh miqësi të reja. Pastaj thot me zinxhirin e tij transmeton nga Harun al-A'war, i cili thot, domethënë nga Ismaili,
Se ka thënë la tashtariyanna adawat ar-rajuli bimawaddati alf rajul. Do të thënë asesi mos e bli, do të thënë armiqësimin e një njeriu me miqësimin e 1000 njerëzve. Do të thënë më mirë atë sot që e ke mik, mos shkaktosh, do të thënë që të bëhet armik, edhe nëse me këtë armiqësi fiton miqësinë e 1000 të tjerëve. Sepse se një armik është shumë. Do të thënë një armik është shumë, edhe më mirë, do të thënë ta ruash atë, mos shkaktosh armiqësi se sa të fitosh miqësi të 1000 të tjerëve. Edhe pastaj ka thënë një poezi ka treguar me zinxhirin e tij nga Mehdi ibn Sabiq, ka thënë takaththar min al-ikhwan ma istata'ta fa innahum imadun idha istanjadtahum wa dhuhuru wa laysa kathiran alf khillin li sahibin wa inna aduwan wahidan la kathiru. Do thotë shtoj vëllezrit sa të kesh mundësi, sepse ato janë shtyllë mbështetëse, do të thënë, dhe kur të kërkosh ndihmë, ata janë ndihmëtar. Shto vëllezër të vërtetë, pra sipas rregullave që u përmendën më herët, vëllezër që t'jenë që i friksohen Allahut, që e ndjekin rrugën e Allahut, që janë të mençur, u intereson dituria, fetaria, që ta duan të mirën me të vërtetë, pra shtoj këto sa të kesh mundësi, sepse ato janë kur të kesh nevojë, domethënë ndihma, dhe ato janë mbështetja kur do të kesh nevojë për mbështetje, domethënë do të jenë shtylla mbështetëse. Thot, nuk janë shumë 1000 veta nëse i ke shok, miq. Domethënë nuk janë shumë 1000 veta nëse i ke miq. Mirë po një armik është shumë. Wa inna aduwan wahidan la kathiru. Prandaj thot Imam Ebu Hatim rahimahullah, njeriu i mençur nuk duhet ta kthejë të keqen me të keqe, me të njëjtë. Domethënë si ai që bën keq edhe me njëherë me të njëjtën me ja kthy, këtë nuk e bën i mençuri. Dhe nuk e merr rrugë mallkimin, ofendimin, sharjen, nuk i bën këto, domethënë armë kundër armikut të tij. Sepse dhe thot nuk ka diçka më të fuqishme kundër armikut sesa përmirësimi i vetvetes. Edhe mbrojtja e nderit, duke u largu prej mangësive. Kjo është ajo që e shkatron armikun, thot ta përmirësosh vetveten, ta rregullosh ato që i ke tmeta, mangësi, edhe kështu e mbron nderin tënd, nëse i largon mangësitë e tua, edhe hatta la yajid al-adu ilayhi silahan sabilan. Do të thënë saqë armiku nuk ka mënyrë për 4 vite të sulmoj. Si do të flitet më vonë, nëse flet armiku yt për ty, diçka që nuk e ke, ajo është mirë, se do të thënë është e lehtë që të refuzohet. Është me gënjeshtër, por nëse flet diçka që ti me të vërtetë e ke, atëherë ti duhet të vraposh që ta përmirësosh atë mangësi tënden, që mos i lësh derë armikut. Dhe jo t'ja kthesh në të njëjtën mënyrë, do të thënë ai shan, ti shan, ai shpif për ty, ti shpif për ta. Ai mallkon, ti mallkon, do të thënë kjo nuk ka dobi, sepse Allahu subhanahu wa taala na ka thënë wa a'rid 'anil jahilin. Do të thënë largohu prej ignorantëve. Pra nuk lejohet njeriu i mençur të bjerë në nivelin e ignorantit. Kjo sharja, ofendimi, mallkimi, shpifjet, gënjeshtrat nuk janë rrugët të mençurit, janë rrugë e ignorantit. Edhe nuk i lejohet të mençurit, do të thonë të bjerë të njëjtin nivel edhe të përdor të njëjtat mënyra. Por nëse ajo për të cilën flet armiku është e vërtetë, nxiton ta përmirësosh, edhe kështu e mbron derin tënd, bën një kështjellë të fuqishme që nuk gjen rrugë pastaj armiku për të sulmuar. Wal aqilu la yarhamu man yakhafuhu. Edhe i mençuri nuk bëhet, do të thënë i mëshirshëm me këtë kuptimin se nuk është i dobët ndaj atij prej cilit mund të marrë ndonjë dëm. Do të thënë prej dikujt që mund t'i friksohesh nga dëmi, nuk bëhesh tolerant, por i vendosur. Dhe i shikon gjithashtu mangësitë e armikut dhe i përcjell gabimet e tij. Megjithse hesht, do të thënë në shumicën e rasteve,
Dhe thot wala yastad'ifu aduwan bihilatin. Edhe nuk mendon se armiku është i dobët, nëse ka ndonjë fuqi njeriu, domethënë në këtë moment ka fuqi, edhe mendon se ky armiku është i dobët, s'mbën asgjë, sepse ai që e nënçmon fuqinë e armikut e mashtron vetveten, dhe kush e mashtron vetveten nuk shpëton. Përveç nëse armiku është dikush i parëndësishëm ose është dhe me ki dobët që duhet të përmirësohet, atëherë ka mëshirë ndaj tij. Nëse është dikush prej vëllezërve që ka keq kuptim ose dobësi e kështu me radhë, në disa raste, domethënë e ul shikimin ose i mbyll syt ndaj tij, mundohesh ta përmirësosh, domethënë kjo është prej mëshirës ndaj tij. Mirë po armiku që nuk do tjetër përveç se dëmtimin tënd, nuk vash i pakujdesshëm ndaj tij. Edhe ky armiku numër 1 është shejtani. Domethënë nuk mendon njeriu se shejtani është i dobët edhe mund të rri pa ibadet, pa dhikr, pa mbrojtje, pa syçelje, domethënë që me të jemi kujdesshëm në fenë e Allahut, sepse ai e pret këtë momentin e gafletit, momentin kur je, domethënë i pakujdesshëm, atëherë sulmon. Se thot një armiku që është i dobët, domethënë që ka shumë dobësi të madhe, është meritor që të mëshirohet. Armiku që nuk ka, domethënë rrugdalje, është mirë ta mëshirosh, ta përmirësosh. Sikur një njeri që është duke u friksuar dhe ikët e tij, domethënë duhet ta mbrosh dhe ta sigurosh. Edhe pastaj thot armiqësia me të mençurin është më e mirë se miqësia me budallajin. Domethënë atë që kemi folë më herët, do të më mirë me pas një armik të mençur se një mik që është mendje lehtë, që nuk ka mençuri, sepse miku i afërt që i ka këto dobësi në të menduar edhe në vendime, të bën më shumë dëm. Kurse armiku i mençur është, kjo mençuria e tij, dituria e tij, udhëzimi e ndalon, prej padrejtësisë. Edhe në qoftë se e ka armiqësinë, domethënë nuk e bën armiqësinë me tejkalimin e kufive, edhe me hyrje në padrejtësi dhe në shpifje kështu me radhë. Pastaj ka thonë, me transmeton nga Ahmed ibn Muhammad al-Bakri, se ka thonë këtë poezi, walaman yu'adi aqilan khairun lahu min an yakuna lahu sadiqun ahmaqu. Farghab binafsika an tusadiqa ahmaqa, inna as-sadiqa ala as-sadiqi musaddaqu. Do thot, ai që armiqson një njeri të mençur është më mirë se ai që ka një mik ahmaq, dhe mundohu të ruhesh gjithmonë, mos kesh shok, mos kesh mik të afërt, do thot që është ahmaq, sepse shoku sipas shokut vlerësohet. Domethënë siç thuhet gjithashtu prej fjalëve turta arabe, pra tregom kanë ke shok, tregoj cili je. Dhe është vlerësohet njeriu sipas shokut, dhe nëse shoqëria e tij është, do flasim pak më vonë për shoqërimin me njerëz të mirë dhe me njerëz të këqij, do të vlerësohet sipas shokut. Pastaj ka thonë Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, ai ka thonë këtë poezi, أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. Thot, shumë është e pritshme, është e pritshme që njeriu durimtar do ta fitoj atë që e kërkon, atë nevojën që e ka ose dëshirën që e ka, nëse është durimtar edhe i vazhdueshëm, i qëndrueshëm, nuk dorëzohet, do ta fitojë atë synimin që e ka. Si njeriu që vazhdimisht troket në derë, njëherë do të hyje. Domethënë nëse edhe ata banorët e shtëpisë nëse nuk duan ta lanë brenda, mirë po ai vazhdon, nuk dorëzohet, vetëm troket në derë, njëherë do të hyje. Domethënë këtë mënyrë për gjitha çështjet e jetës. Ai që vazhdon vazhdimisht me trokit në derën e suksesit, me lejen e Allahut, njëherë do të hapet ajo derë, prandaj duhet njeriu të jetë këmbgulës në të mirë dhe durimtar në arritjen e dobive të
fejz dhe ahiretit. Thot, mirë po kjo është, do të thonë kjo është vargu i parë, pastaj thot absir li rijlika qabla al-khatwi mawdi'an faman ala qullatan an ghirratin zalaja. Do thot, shikoje ku e vendos këmbën përpara se ta hedhësh hapin. Do thot për secilën çështje, edhe për zgjedhjen e miqësive, do të thonë shiko ku e vendos ti këmbën, sepse kur hip në një kodër, pa e shiku se ku je duke shku, është shumë e mundshme që të rrëshqasësh edhe bie prej aty. Prandaj nëse do me hip me një kodër të madhe, me një vështirësi, duhet me shiku sakt nga është udha, si shkohet, edhe kur ecë në atë udhë, do të thonë, ti jesh me siguri. Kështu, do të thonë, çështjet e jetesës. Pastaj thot autori rahimahullah, al-aqilu yubsiru mawdi'a khatawatihi qabla an yada'aha. Do të thonë njeriu i mençur i shikon vendet ku do t'i hedh hapat përpara se ta hedh hapin. Do të thonë, është me mençuri pa nxitim, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë njërit prej sahabeve, innaka mri'un fika khaslatani yuhibbuhum Allah. Do të thonë ti je njeri që i ke dy cilësi që i do Allahu, dhe ato janë el hilmu wal ana. Do të thonë mos nxitimi, el ana është mos nxitim. Edhe hilm është mençuria në vendime, edhe marrja e vendimeve me mend, edhe me butësi, pa do të thënë vërsulje të emocioneve, por çdo gjë e bën me mençuri dhe nuk je i nxituar. Edhe kjo është, do të thënë, prej kësaj edukate që na ka dhënë feja jonë e madhrishme. Dhe thot, pra njeriu i mençur e shikon ku e vendos këmbën, pastaj i afrohet pak armikut. Do të thënë i afrohet pak që ta di si është gjendja e armikut, që ta arrijë, do të thënë, atë nevojën e tij. Por nuk i afrohet plotësisht që ta bëj armikun të jetë, do të thënë, të jetë i guximshëm kundër tij. Dhe pastaj thot i mençuri nuk e armiqson njeriu që për tek i cili ka ndonjë mënyrë që ta fitojë dashurinë e tij. Do thënë, nëse mundesh me bë mik dhe ti e bën armik, do thot kjo është mungesë e mençurisë. Pra njeriu i mençur është që i shton miqt, nuk është i mençur ai që bën më shumë armiq. Do thënë, prandaj nuk duhet në suaza dhe brenda kufive të ligjeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse duhet për hir të Allahut patjetër të armiqësohet dikush, atëherë kjo është obligim. Por nëse ka mënyrë që të fitohet miqësia e tij dhe të humbet armiqësia, atëherë njeriu i mençur këtë bën. Wala yu'adi man laysa lahu minhu budd. Do të thonë, dhe nuk e armiqëson dikën që e ka patjetër ta ketë afër. Do të thonë, nuk ka mundësi atë, për shembull, prindin tënd ose vllajin tënd ose fëmin tënd me bë armik. Do të thonë, ajo gjithashtu është prej ahmaklokut të madh. Lian al-adu al-haniqa la yutaq fa innahu laysa lahu hilatun ila al-harab minhu. Se ai armiku që është i afërt dhe që është shumë këmbgulës është që nuk mund të përballohet, kurse atëherë nuk ka tjetër zgjidhje përveç se që të hik prej tij. Dhe gjithashtu thot, duhet njeriu të, do të thonë, ta ketë parasysh se ka duhet ta ketë armik dhe ka duhet ta ketë mik. Dhe mos ta shkaktoj dikën, mos shkaktoj armiqësi me dikën që ka mundësi ai të hyjë në shoqërinë e tij dhe të shokët e tij, pastaj atëherë e prish, do të thonë, e prish shoqërinë me ata që duhet t'i ketë shok. Pastaj përmend një transmetim nga Ibn Semmak, ka thënë, la të khaf mimmen tahdhar, mos u frikso prej atij që ruhesh. Do të thënë prej atij armikut që është i dukshëm. Walakin ihdhar mimmen ta'man, por ruhu ose friksohu prej atij që të cilit i beson. Do të thënë nëse është armik i fshehtë, dëmi prej tij është shumë herë më i madh dhe do thotë prandaj ruajtja
dhe kujdesi duhet të jetë më i madh. Mos u frikso prej armikut që e di se e ke armik. Pastaj ka përmendur një poezi nga Ali ibn Muhammad al-Bassami, ka thënë temennejtu an abqa mu'afan wa an ara ala man yunawini taduru ad-dawairu fayusbihu makhdhulan wa umsi saliman ila Allah da'in bil kifayati nasiru. Do thot, pra kuptimi është ose po në rregull. Do të thënë qëllimi është se më mirë të mbetesh i shpëtuar. Jo, do të thënë shkaktosh armiqësi pa pasur nevojë. Pastaj ka thënë, ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Al-Fadl ibn Musa as-Sinani, se ka thënë kana sayyadun yastadul asafir. Do të thënë është një tregim për cilës ka dalë një fjalë e urtë. Ka thënë ishte një gjuetar që gjunte shpezë ose zogj, edhe i zinte ato zogjt dhe i futte te një shpellë e vogël, u athente kratë, do të thënë zogjve, që mos ikin. Dhe nga kjo dhimbta dhe frika, ato zogjt i kanë ra kratë aty edhe kanë ngrit pluhur. Edhe pluhuri ka ardhur në sy, edhe kanë lotu shumë. Pastaj prap ka zonë tjetër zog, ja ka thy kratë edhe i ka fut ashtu. Edhe kur ka dalë, i ka pas sy, do të thënë me lot. Edhe dikush që e ka pa, ka thonë, shiko sa i mëshirshëm, si qanë për zogjt. I ka thonë ai, do të thonë, Al-Fadl ibn Musa, mos ja shiko lotët e syve, po shikoja veprat e duarve. Do të thonë, kjo është qëllimi se vjen një njeri që të bëhet shumë dashamir, edhe qanë para ty, edhe shfaqet sikur do, kurse veprat e tij e tregojnë të kundërtën. Do të thonë, pra kjo është si fjalë e urtë, mos ja shikoj lot e syrit, po shikoja veprat e duarve. Do të çka bën me durt. Nuk i dhimben ato zogjt që ja thënë krahët, por lotët janë për diçka tjetër, si thotë na lot krokodilli. Pastaj thot Imam Abu Hatim rahimahullah, al-aqilu la ya'manu aduwahu ala kulli hal. In kana ba'idan lam ya'man mughadaratuhu. Do të thonë, njeriu nuk duhet të jetë i qetë ndaj armikut asnjëherë. Nëse armiku është larg, duhet ta ketë parasysh se mund ta tradhtojë. Nëse është afër, mund ta sulmojë. Kurse njeriu i mençur, do të thonë, nuk e fut veten në rrezik që patjetër të hakmerret ndaj armikut të tij, se nëse nuk mund të arrijë hakmarrjen, edhe kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet. Thotë nuk është i mençur njeriu që patjetër do me hy në luftë me armikun, patjetër. Nëse është më i dobët, edhe nuk e arrin hakmarrjen, çka ndodh? Do të thënë e ka poshtruar vetveten, edhe e ka humbur veten. Nëse e fiton, atëherë ka mundësi njerëzit që thonë kështu ka qenë e caktuar, do të thënë tash u do psu ky tjetri ose kështu. Prandaj nuk është patjetër që çdo herë në secilën gjendje patjetër të hakmerrësh kundër armikut. Pastaj ka thonë gjithashtu armiqësia pas miqësisë është, do të thënë, një turp shumë i madh, nuk i ka hije të mençurit që ta bëj këtë. Do të thënë dikon që e ke pasur mik, pastaj me shfaq armiqësi të çuditshme, pa kufishme, ajo nuk është cilësia e njeriu të mençur. Nëse koha dhe ndodhit e bëjnë patjetër që njeriu ta bëjë armik atë që ka pas mik, atëherë duhet të lërë një derë që të afrohet dhe të pajtohet. Pra thot Ibn Hibban rahimahullah. Pra nëse e kanë shtyr rrethanat që patjetër të armiqsoj dikant që e ka pasur më përpara mik, duhet gjithmonë ta lër një derë ose një vend që mund të përmirësohet dhe të kthehet miqësia e vjetër. Pastaj thot se transmeton, do të thonë, këtë poezi nga Ebu el-Aswad ad-Du'ali, se ka thënë wa ahbib idha ahbabta hubban muqariban fa innaka la tadri mata anta nazi'u wa abghid idha abghadta ghayra mujanibin fa innaka la tadri mata anta raji'u. Do thot, doje atë që do me një dashuri, do të thënë, të mesatare,
sepse nuk mund ta dish, ndoshta ndonjë ditë do t'i largohesh. Edhe urrejat që urren jo me largim të plot, sepse nuk mund ta dish, ndoshta do t'i kthehesh. Wa kun ma'dinan lil hilmi wasfah anil adha fa innaka ra'in ma amilta wa sami'u. Do thotë dhe bahu njeri që është, do të thonë, land e mençurisë, land e pjekurisë, do të thonë ti je si ajo landa e parë që prej teje formohet mençuria dhe pjekuria, dhe fali ato gabimet dhe shqetësimet, sepse do t'i shohësh dhe do t'i dëgjosh veprat që ti ke bërë. Do të thonë do t'i dëgjosh për vete. Pra këtu në këtë poezi thot se edhe dashuria dhe urrejtja duhet jenë me një karar, do të thonë, me një mas, mos jetë e teprume, sepse nuk dihet nëse teprohet në dashuri, atëherë ka mundësi që një ditë për ndonjë gabim, ndonjë dëshpërim, ajo dashuria shndrohet në armiqësi të plotë. Edhe dikon kur e ke armik, kur ke urrejtje, ajo urrejtja duhet jetë me një mas caktume, se ndoshta përmirësohet ndonjë aspekt edhe shkaktohet afrimi, atëherë si ka mundësi të afrohesh me atë që e ke tepruar me armiqësi. Do të thënë nëse janë tek kalu kufite kështu me radhë, atëherë nuk ka hapësirë për kthim. Edhe kjo është këtë që e ka thënë poezi, është transmetuar edhe si hadith me këtë kuptim, por hadithi nuk ka, do të thënë disa prej dietarëve që kanë thënë se është i dobët, sidoqoftë ky është kuptim i mençurisë. Pra në hadith përmendet ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Do të thënë doje të dashurin tënd me dashuri mesatare, me mas. Do të thënë se ndoshta mund të bëhet i urryeri yt një ditë, wa abghid baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Edhe atë që urreje me një mas mesatare, sepse ndoshta do të bëhet i dashurit një ditë. Do të thënë atëherë kur do të bashkohen mirësit, do të thënë bashkohesh për shkak të mirësive, edhe atëherë ku mbetet ajo armiqësia për son fjalë që janë thonë ose padrejtësitë që janë bërë kështu me radhë. Prandaj duhet me pas njeriu një mas dhe një karar. Pastaj edhe një poezi tjetër nga Mansur ibn Muhammad al-Kuraizi ka thënë: "Idha anta aadayta imra'an ba'da khullatin fada' fi ghadin lil'audi was-sulhi mawdi'a." Do të thënë nëse armiqson një njeri pasi e ke pasur mik, atëherë leri përmirësimit dhe kthimit një vend, ler vend për kthim. Mos i mbyll të gjitha dyert, edhe asnjë lloj, do të thënë asnjë lloj mundësie për përmirësim, por le ndonjë derë, edhe hape derën, le vend që të vije momenti i përmirësimit. Fa innaka inna badhta man zalla zallatan dhalilta wahidan lam tajid laka mafza'a. Do të thonë nëse çdo herë që she një rëshqitje, një gabim prej dikujt, e hedhat njeri, atëherë nuk do të mbetesh, do të mbetesh i vetëm, nuk do të mbetet asnjë i afërt, asnjë njeri tek i cili do të strehohesh ti. Do të thonë nuk ka atëherë, nuk mund gjesh asnjëherë mik, nëse kërkon mik të patmeta, siç kanë thënë gjithashtu në fjalë të urtë. Pastaj ka përmendur këtu me zinxhirin e tij një ndodhi kur janë takuar Marwan ibn Hakam dhe Abdullah ibn Zubair te Aisha radhiyallahu anha. Kanë qenë te dhoma e Aishës radhiyallahu anha dhe mes tyre ka pas një perde. Do të thënë Aisha ka qenë e ndarë, kurse ata dytë kanë qenë duke ndetur, do të thënë kanë ardhur për ndonjë konsultim te Aisha radhiyallahu anha dhe kanë përmendur, kanë fol për njëri tjetrin aty. Mirë, po të gjitha janë me poezi. Qëllimi i kësaj historie është që më në fund Abdullah ibn Zubairi është ndalë, nuk ka folur më. Se Marwan ibn Hakam ka thonë një poezi, e ka pas qëllim Abdullah ibn Zubairin. Pastaj ai ka thonë një poezi tjetër, ka qenë si kthim i përgjigjes ndaj kësaj disa herë. Pastaj më në fund Abdullah ibn Zubairi është ndalë dhe nuk ka fol, edhe
ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ç'ndodhi Abdullah, pse nuk I përgjigjesh pra shokut tënd? Ka thënë kam pa dy njerëz duke u grind, do të thënë këtë mënyrë si u grindëm ne, edhe nuk më pëlqeu, do të thënë ajo nuk më pëlqeu përfundimi I asaj grindjes. Prandaj unë nuk desha ta teproj me fjalë dhe prandaj unë dala. Do të thënë kjo tregon, do të thënë burrninë dhe mençurinë e njeriu. Pastaj thot me zinxhirin e tij nga Abdullah ibn Hasan, se I ka thënë djalit I tij Muhamedit, iyyaka wa mu'adat ar-rijal fa innaha la tu'dimuka makra halimin aw mubadhat jahil. Pra ka thënë ruhu prej armiqësimit njerëzve. Do të thënë vazhdimisht me shkaktuar armiqësi. Sepse ky armiqësim nuk të shpëton, ose do të biesh në do të biesh që njerëz të mençur do të largojnë, ose njerëz të budallën, do të thënë do të sulmojnë. Pra ruhu mos shkakto armiqësi më të madh. Qëllimi është se tani kur e ke përballë një njerëz të mençur, pse e shkakton njerëz të mençur, do të thënë me dituri, me udhëzim, edhe me mendje të shëndosh, pse bën shkaqe që ta bësh atë armik? Atëherë, do të thënë poshtron vetveten. Nga ana tjetër, nëse ke përballë një ignorant, ose budalla, ose njeri pa moral, pa dinjitet, edhe ti e shkakton armiqësinë e tij, atëherë nuk shpëton prej fjalëve të fllihta të atij edhe prej sharjeve. Do të thënë secilin rast e nënçmon vetveten. Pra njeriu I mençur është I ruajtur. Dhe prandaj thot autori rahimahullah, do të thënë njeriu I mençur nuk e shkakton armiqësinë në asnjë rast, sepse armiqësia patjetër do të jetë me një prej dy llojeve të njerëzve, ose prej njeriu të mirë, të mençur, edhe atëherë nuk mund t'i shpëtosh, do të thënë, planeve të atij. Njeriu I fuqishëm, nëse armiqson atë, do të biesh ti patjetër. Ose do të kesh armiqësi me një ignorant, edhe nuk do të shpëtosh prej sharjeve të tij. Pastaj ka transmetuar nga Ahnaf ibn Qais rahimahullah, se ka thënë men jalasa aduwahu hafidha alayhi uyubahu. Do të thënë kush I afrohet armikut vet, ja ruan, do të thënë ja mban mend të metat atij. Prandaj ky është qëllimi, se duhet të ruhesh prej armiqve. Nëse të afrohen, do të thënë ti mbajnë ato të metat edhe I ruajnë për që t'i kenë si armë kundër teje. Pastaj thot një poezi nga Abrash, ka thënë la takhafanna in ramaka aduun bi'uyubin idha takunu bariyan. Do thot mos u mërzit, mos u frikso nëse armiku të akuzon me disa tmeta kur ti je I pafajshëm ose I pastër. Innama al-aibu an yakuna muhiqqan fi alladhi qalahu wa lasta taqiya. Por e keqja është nëse ato që I thot ai janë të vërteta dhe ti nuk je I ruajtur, do të thënë nuk je I devotshëm. Fa idha kana kadhiban kunta bis-sidqi ala al-aib al-kadhub jariya. Nëse ai gënjen, do të thënë shpif për ty pra tmeta që nuk I ke, atëherë ti me sinqeritetin tënd, me faktet e vërteta, je I fuqishëm dhe guzimtar. Walaqad yulziqu al-mar'u bi janbi al-mar'i 'ayban takhaluhu makwiya. Mirpo ndonjëherë njeriu I ngjit, do të thënë dikujt në një tmet që duket sikur është do të thënë si ato shenjat e djegjes që mbeten në trup, do të thënë nuk hiqen asnjëherë. Pra ka disa akuza që duhet të ruhet njeriu prej tyre, sepse ngjiten disa akuza dhe mbeten si nishane në trup kur është djegur njeriu me ndonjë mjet të nxehtë. Prandaj thot gjithashtu edhe një fjalë tjetër, se duhet të ruhesh prej atij që duket sikur besnik, por që ka armiqsinë e fshehur. Thot wa inna min a'zami al-a'wani 'ala al-a'da ta'ahud
ta'ahud al-mar'i waladahu wa 'iyalahu wa khadamahu. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, domethënë se ndihma më e madhe për njeriu kundër armikut është që vazhdimisht ti kontrolloj fëmijët e tij, familjen e tij dhe shërbetorët e tij, domethënë ata që i ka në shtëpinë e tij, që ti përmirësoj, edhe ti edukoj në mënyrën më të mirë. Wa tawqihi iyahum, dhe ti mbroj ata min al-ma'aibi waz-zallat, ti mbroj prej tmetave dhe rrëshqitjeve ose gabimeve. Thotë armiku mundohet të të sulmoj me mënyra të lloj-llojshme. Edhe nëse njeriu është i mbrojtur, mirë po i kalon fëmijët e vet pa edukat, edhe i kalon, domethënë pa asnjë kufizim, atëherë ato budallallëqet e fëmijëve bëhen shkak ose rrugë e armikut që të dëmtoj më shumë. Prandaj mënyra më e mirë për të mbrojtur nga sulmet e armikut është që ti edukosh fëmijët me edukatën e saktë. Edhe pastaj ka thënë Sulejman ibn Davud, djalit vet, ja bunayya, o biri im, idha aradta an taghidha aduwak, nëse do ta mllefosësh armikun tënd, domethënë ta shkatrosh armikun, nëse do me shkatruar armikun, atëherë fala tarfa an ibnika al-asa, mos e largo shkopin nga djali yt. Domethënë edukoje mirë djalin, atëherë e ke shkatruar armikun. Nëse i le hapësirë, domethënë që fëmijët jenë devijum dhe të çoroditur të shkatrum, atëherë armiku domethënë ketë pret. Kjo pra po themi siç është në nivelin individual të njerëzve, gjithashtu është edhe në nivelin e umetit. Çka ka ndodhur që armiku e ka marrë gjithë këtë guxim kundër muslimanëve, është shkaku se nuk i kanë edukuar muslimanët gjeneratat e reja me islam ashtu si kanë qenë gjeneratat e hershme. Edhe për këtë shkak, armiku ka gjetë rrugë përmes devijimit, domethënë të gjeneratave të reja, atëherë ka gjetë rrugë që t'i dëmtojë muslimanët, edhe manipulon me emocionet e muslimanëve, domethënë në mënyrën më të shëmtuar, edhe më të ulët. Edhe i mashtrohen rinia me parulla, domethënë këtet rafidave, net xhavarixhve, kënet ikhvancave, domethënë me parulla të lloj-llojshme që e kanë bërë umetin deri sot, domethënë nuk e dinë se nga e kanë kokën. Do thotë goditja ande ranie këtej e kështu me radhë për shkak mungesës së edukimit të gjeneratave të reja. Edhe siç është, domethënë për njeriu, për personin, nëse e ke pas hasëm dikant armik për 20 vjet për shembull, kush është ai mencur që e merr djalin e vet me edukute armiku. Edhe tash çka bëjnë muslimanët, shumica e muslimanëve, thotë, pasi kanë kalu gjitha këto dame dhe shkatrime prej armiqve, mendojnë se nëse i çojnë fëmijët e tyre të edukohen të armiqt, atëherë do të jenë të fuqishëm. A ka mundësi që armiku me ta mësu fëmin tënd në atë mënyrë që do të jetë fuqizim për ty dhe dëmtim për veten e tij? Ajo nuk ndodh. Prandaj duhet secili të edukojë fëmin e vet në shtëpinë e tij, edhe ne si umet, domethënë duhet t'i edukojmë rinin, t'i edukojmë me edukat sakt islame të fuqishme, edukat fuqishme dhe të sakt islame, ne ashtu si duhet të jetë umeti musliman. Jo, domethënë kanë pa disa musliman fuqitë e armiku, edhe mendojnë se për ta fituar këtë fuqi duhet të shkojnë atje të mësojnë te ata, edhe mendojnë se armiku ja mëson fëmijët atyre në atë mënyrë që do të bëhen të dëmshëm për armikun. Kjo nuk ndodh asnjëherë. Në temën tjetër, thot autori rahimahullah, dhikrul hathi ala suhbatil akhyar wa zajri an ishratil ashrar. Domethënë, kjo është nxitje për të shoqëruar me njerëz të mirë dhe është ndalimi i fuqishëm nga lidhja me njerëz të këqij. Domethënë, pra kuptohet se duhet njeriu ta zgjedh shoqërinë e tij, patjetër të zgjedh njerëz të mirë dhe të largohet nga njerëz të këqij. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalilihi. Pra njeriu është në fen e shokut të tij.
falyanzur ahadukum man yukhalil. Prandaj secili prej jush duhet shikoj me kë shoqërohet. Domethënë patjetër duhet të zgjidhet shoqëria. Edhe njeriu e zgjedh për veti dhe pjesë e edukatës së fëmijëve është gjithashtu që të kujdesesh me kë shoqërohen fëmijët. Ajo është çështje shumë esenciale, thelbësore në edukimin e fëmijëve. Ka thënë autori rahimahullah thot akhbarana al-Hasan ibn Sufyan al-Shaybani qala hadathana Ubaydullah ibn Muadh al-Anbari قال حدثنا أبي عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنهما. Pra me këtë zinxhir transmeton nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu se ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë mathalul jalisi s-salihi mathalul attar. Do të thonë shoku i mirë është si ai parfumxhia, do të thonë ai shit si parfumeve. Illam yanalka minhu asabaka min rihihi. Nëse nuk fiton diçka prej tij, prej parfumeve të tij, të bje era e tij. Wa mathalu jalisi s-su'i mathalul qain. Dhe shembulli i shokut të keq është si farkatari. Illam tusibka naruhu asabaka shararuhu. Nëse nuk të djeg zjarri i tij, do të bien ato shkëndijat prej zjarrit të tij ose era e keqe. Si është, domethënë ky është transmetimi i këtij hadithit nga me zinxhirin që e ka sjell vet autori rahimahullah, pra Ibn Hibani rahimahullah. Ky hadith është i transmetuar gjithashtu në dy sahihet, Buhari dhe Muslim, me tekst pak më ndryshe. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inma mathalul jalisi s-salihi wal jalisi s-su'i ka hamilil miski wa nafikhil kiri. Do thotë shembulli i shokut mirë dhe shokut keq është si bardhësi i miskut ose shitësi i miskut i parfumeve dhe kovaçi ose fryrësi i zjarrit të farkatarit. Fa hamilul misk, do të thonë tani për ta kuptuar shembullin e shokut mirë, pra ky shitësi i parfumit, imma an yuhdhiyek, ose të dhuron diçka prej parfumeve të tij, wa imma an tabta'a minhu, ose ti do të blesh ndonjë parfum prej tij, do të thonë që është prap përfitim, ose ai vetë ta dhuron, ose ti e blen, do të thonë kur shoqërohesh me dietarin, ose ai ti jep dobi pa i ditur ti se është ajo ndonjë dobi ose ndonjë temë e rëndësishme, mëson, ose i bën pyetje dhe merr prej tij. Ose wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, ose do të fitosh erë të mirë duke qëndruar me atë shitësinë e parfumit, edhe me shoqërinë e mirë, do thotë do të fitosh erë të mirë, do të thonë do të fitosh në një përmirësim nga shoqërimi me njerëz të mirë, ose të paktën do të njihesh si një prej asaj shoqërie që është shoqëri e mirë. Wa nafikhul kir, kurse ai farkatari ose kovaçi, imman yuhriqa thiyabak, ose do të djeg rrobat. Pra nëse i afrohesh atij zjarrit, do të digjen diçka rrobat. Wa imma an tajida rihan khabitha, ose do të marrësh erë të keqe prej tij. Do thotë diçka do të ndikohesh, ose do të jetë dëmtim i madh, do të digjen rrobat ose digjet trupi dikun, ose merr erë të keqe. Domethënë patjetër prej shoqërisë mirë përfiton dhe prej shoqërisë keqe patjetër do të dëmtohesh ndonjë aspekt. Ka thënë autori rahimahullah, al-aqilu yalzamu suhbat al-akhyar, njeriu i mençur nuk i ndahet shoqërimit me njerëz të mirë dhe largohet prej shoqërimit me njerëz të këqij, sepse dashuria me të mirët është diçka që lidhet shpejt dhe ndahet shumë ngadale. Kurse dashuria me të këqijt është shpejt që shkputet dhe vështirë ose shumë ngadalë, do të thonë, arrihet dhe lidhet. Thot wa suhbatul ashrar turithu su'a dhanni bil akhyar. Do të thonë kjo është një prej më e pakta, do të thonë ajo era e keqe prej qëndrimit afër farkatarit, se shoqërimi me njerëz të këqij sjell mendim të keq për njerëz të mirë. Do thënë vazhdimisht, nëse njeriu është i shoqëruar me ata që e duan bidatin ose mëkatin,
Shikoni, domethënë ata që shoqërohen me bidatxhit, çfarë mendimi kanë për dietarët e sunetit? Domethënë patjetër shoqërimi me njerëz të këqij sjell mendim të keq për njerëz të mirë. Dhe ai që shoqërohet me të këqij nuk ka mundësi të shpëtojë prej hyrjes në grupin e tyre. Domethënë ai që është në mesin e të këqijve nuk ka mundësi thotë e ka shoqërinë shumë të keqe, pa janë shumë i mirë. Domethënë kjo nuk ndodh. Domethënë patjetër do të ngjitet me ata, domethënë më pak ata gjithashtu do t'i vijera tym. Domethënë erë keqe edhe emër i keq. Prandaj njeriu i mençur duhet të largohet nga njerëz të dyshimit, që të mos bëhet ai i dyshimt. Domethënë nëse është për shembull, domethënë sikur në raste të shumta, njeriu që shoqërinë ka narkoman ose diler të drogës, edhe pastaj kur zihet, domethënë ndonjë rast në polici, ata që duan me mbrojt çka thonë, ai nuk ka faj, po shokët e kanë, domethënë ata shokët kanë bë, ose një shoqëri që vjedhin, edhe pa marrë parasysh, ka mundësi dikush ndoshta edhe nuk e ka mësuar vjedhjen, mirë po i ka ata shok. Edhe kur zihen ata në ndonjë vjedhje, do thonë ai nuk ka vjedh, po shokët e tij, ai vetë ka qenë aty, ai nuk e shfaqson njeriu. Edhe nuk hiqet kjo akuza, edhe me qenë e vërtet se ai nuk e ka ditë atë sherrin, ndoshta ka qenë fillimin e shoqërisë, mirë po shoqërimi me ata njerëz, domethënë e bën që të emërtohet ashtu. Edhe në lidhje me bidatxhit, ka thënë Imam Ahmedi kur ka pyet si është filani, kanë thënë ne nuk dim tjetër përveç se sunet. Ka thënë me kë shoqërohet, i kanë thënë me kaderi. Ka thënë atëherë është kaderi. Nuk ka mundësi njerëz me zemra të ndryshme, domethënë, qoftë në besim, në akide, në rrugën e fesë, qoftë në veprat dhe çështjet e moralit, domethënë prej veprave të dukshme, nuk ka mundësi nëse i kanë zemrat ndryshe, t'i kenë trupat bashkë. Domethënë patjetër që bashkimi i trupave e bën edhe bashkimin e zemrave. Edhe ndarja e trupave, ndarja fizike, gjithashtu shkakton largim të zemrave. Prandaj njeriu duhet të bashkohet me njerëz të mirë që zemra e tij të përmirësohet me të vërtetë. Edhe të largohet nga njerëz të këqij që mos i prishet zemra dhe mos i bëhet sikur ata të këqijt. Pastaj ka përmendur një poezi nga Muhammed ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, që ka thënë: "Alejke bi ikhwani thiqati fa innahum qalilun fasilhum duna man kunta tashabu." Do thotë, mbahu me vëllezër të besueshëm, sepse ata janë të pakt. Do të thonë ka pak, prandaj lidhu me ta, nëse do të kesh shoqëri. Wa nafsaka akrimha wa sunha fa innaha mata ma yujalis siflat an-nasi taghdabu. Do thotë, ruje veten tënde, ruaje veten, edhe mbroje nderin, do të thënë mos u shoqëro me njerëz të këqij, se kur nefsi shoqërohet me të këqij do të zemrohet. Do të thënë do të jetë në gjendje të keqe, edhe një ditë prej ditësh do të jesh pishman, mirë po atëherë nuk ka, do të thënë është e vështirë të arrihet përmirësimi. Pastaj ka përmendur, do të thënë ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Sufjan ibn Uyayna, rahimahullah, se ka thënë: "Men ahabba rajulan salihan fa inma ahabba Allah tabaraka wa taala." Do thotë kush e do njeriu e mirë, ai e do Allahun subhanahu wa taala. Do thotë, si është te poezia më herët, do të thënë duhet kuptohet se kanë thënë dietarët e selefit, as-sahib sahib. Do të thënë shoku është tërheqës, që të ngren, do të thënë tërheq te rruga e tij. Do të thënë kështu thuhet arabisht as-sahib sahib. Do thotë shoku është që të tërheq. Edhe al-mujalis mujanis. Do të thënë ai me cilin ulesh është i të njëjtit lloj. Patjetër, do të thënë nëse shoqërohesh me dikën, është prej llojit të njëjtë. E pastaj fjala e Sufjan ibn Uyaynes, rahimahullah, është kush e do njeriu e mirë, e do Allahun. Pse ka dashur njeriu e mirë? E ka dashur për shkak të dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Awthaqu ura al-iman." Do të thënë hallka më e fuqishme e imanit është të duash për hir të Allahut
dhe të urrejsh për hir të Allahut. Do të thonë kur njeriu e do Allahun me të vërtetë, e do atë që e do Allahu, prej veprave, edhe prej njerëzve, edhe prej vendeve. Do të thonë kur njeriu ka dashuri të vërtetë ndaj Allahut, që është baza e imanit, do të thonë prej bazave të imanit, dashuria ndaj Allahut, do t'i doj njerëz të cilët shihet se janë njerëz që i do Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thënë njerëz të sunetit, të diturisë, të ibadetit, larg prej devijimeve dhe mëkateve. Thot, pra nëse e do atë, do të thënë se e do Allahun e lartësuar. Edhe prandaj në dua ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak, ose inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Do të thënë, o Allah, unë kërkoj dashurinë ndaj teje dhe dashurinë e atyre që të duan ty. Do të thonë dashuria ndaj njerëzve të mirë, gjithashtu, dhe dashurinë e veprave që më afrojnë te dashuria jote. Pastaj thot autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Malik ibn Dinar se ka thënë innaka an tanqul al-hijarata ma'a al-abrar khairun min an ta'kul al-khabisa ma'a al-fujjar. Do të thonë më mirë për ty është të bartësh gur me njerëz të mirë se të hash halv me njerëz të këqij. Do të thonë më mirë të jesh në gjendje të lodhshme të dunjas, por shoqëria të jetë e mirë, se sa ti kesh ato të mira. Pra kjo khabis është një lloj ëmbëlsirës që bëhet me hurma, me gjalpë kështu me radhë. Do të thonë që është shumë e shijshme. Më mirë, do të thonë mos e hash këto me ata njerëz të këqij, edhe më mirë të kesh vështirësi, po të jesh me njerëz të mirë. Pastaj thot, përmend një poezi tjetër, dhe thot autori rahimahullah, njeriu i mençur nuk e njollos nderin e tij dhe nuk e mëson veten, do të thonë që t'i bëhen të lehta shkaqet e të keqes, duke ndetur me njerëz të këqij. Duke ndetur me njerëz të këqij, me kalimin e kohës, si kanë thënë disa prej dietarëve, më pakta, do të thonë dëmi më i pakt që do thot i pari që do të vijë. Do të thonë dëmi më i vogël është fillimi i atij dëmit. Dhe ky dëm është dëm shumë i madh. Nëse rri me të këqijt, çka ndodh? Nuk e urren të keqen. Dhe fillon shkaktohet urrëtia për të mirën, si tham, ose dyshimi për njerëz të mirë. Thotë ky është që nuk mund të shpëtojë askush, edhe nëse nuk i bën ato të këqijat, pra nëse rri me njerëz që pinë alkool, me disa takime, bëhet që pirja e alkoolit nuk duket diçka shumë e keqe. Edhe kjo është dëmi i parë, mirë po është dëm shumë i madh, se pastaj kur nuk duket diçka e keqe, atëherë është lehtë që të bëhet. Prandaj ka thonë, do ta mësosh veten me bërjen e shkaqeve të keqes. Do të thonë, duke i lehtësu ato, atëherë hyn në të keqen. Dhe nuk do të kesh mundësi ta mbrosh nderin tënd dhe duhet ta stërvitësh veten që të shoqërohesh me njerëz të mirë. Do të thonë, edhe kjo, çka do thotë, pra qëndrimi me njerëz të mirë nuk është i lehtë për nefsin. Do të thonë, qëndrimi me njerëz të mirë, se nefsi është i mësuar me rahati, me argëtim, me epshe, edhe shoqërimi me njerëz të mirë është në kundërshtim me këto që i kërkon nefsi. Prandaj njeriu duhet ta stërvitë veten, edhe ta ketë parasysh se është e vështirë, do të thonë sikur bartja e gurve, e shkëmbinjve, do të thonë ka vështirësi, mirë po e di që ka përfitime të shumta prej kësaj shoqërie. Pastaj ka thonë, me zinxhirin e tij transmeton nga Hasan al-Basri rahimahullah, i cili ka thonë në lidhje me ajetin wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Do thotë, robërit e Allahut janë ata që ecin nëpër tokë me modesti. Thot Hasan al-Basri, ulama hulama subburun thubutun. Do thotë, këta robërit e Allahut këtill janë dietar të mençur dhe të matur, durimtar dhe të qëndrueshëm, ose që verifikojnë secilën gjë, do të thonë nuk veprojnë me mendjelësi. In dhulimu lam yadhlimu.
Nëse u bëhet atyre padrejtësi, ata nuk i bëjnë të tjerëve padrejtësi. Wa in bughiya alejhim lem yabghu. Nëse sulmohen, nuk sulmojnë. Qad barahum al-khawfu ka'annahum al-qidh. Do të thonë i ka hollu frika. Do thotë frika ndaj Allahut i bën edhe trupat e tyre të shterën, edhe bëhen si ato shkopin të gdhendur. Pastaj thotë transmetohet nga Ebu Amr ibn al-Ala se ka thënë Ra'ani Sa'id ibn Jubair. Do të thonë pa Sa'id ibn Jubair që isha ulur me disa të ri, edhe më tha ma yuzlisuka me ash-shabab. Do të thonë pse rri me të ri. Ka thënë alejke bish-shuyukh, pra rri me njerëz me shuyukh, me njerëz të moshuar, sepse i riu me të rit, do të thonë çka do të bëje? Vetëm argëtime, qeshje, kështu me radhë, kocira, lojra. Kurse kur një i ri shoqërohet me më të vjetër, me njerëz të pjekur që kanë arritur mençuri, dituri, atëherë përfiton edhe arrin, do të thonë atë pjekurin në kohë të duhur. Pastaj thot transmeton nga Imran ibn Hittan dhe ai nga babai i tij se ka thënë Abu Darda radhiyallahu anhu, as-sahibu as-salih khairun min al-wahda. Do të thonë shok i mirë, të kesh një shok të mirë është më mirë se të jesh i vetëm, qëndrosh vetë. Wal wahda khairun min as-sahibi as-su. Kurse të jesh i vetmuar, qëndrosh vetë, është më mirë se të kesh shok të keq. Wa mumli al-khairi khairun min as-sakit. Ai që flet mirë, që e flet të mirën, khairin, është më mirë se ai që hesht, kurse ai që hesht është më mirë se ai që flet keq. Pra thot autori rahimahullah, al-aqilu la yusahibu al-ashrar. Do të thënë njeriu i mençur nuk shoqërohet me të këqit, sepse shoqërimi me shokun e keq është një copë e zjarrit, xhehenemit, që sjell pasoja, sjell mendime të këqija kështu me radhë, dhe nuk qëndron dashuria e sakt asnjëherë. Thot, pastaj ka thënë autori rahimahullah, wa inna min sa'adati al-mar'i khisalun arba'a. Prej lumturisë së njeriut, pra jeta e lumtur bëhet me kur njeriu ka katër veçori, që ka grua zawjatuhu muwafiqa. Do të thënë gruaja e tij është që pajtohet me ta. Do të thënë kanë harmoni dhe marrëveshje. Kjo është shkak për lumturinë e jetës. Nëse çdo herë ka konflikt, edhe nuk ka marrëveshje me gruan, grua nuk e dëgjon burrin, burri nuk arrin asnjëherë kompromis me gruan, atëherë ajo është jetë e vështirë dhe jetë, do të thonë që i thonë se bëhet si xhehenem dunja. Thotë pra harmonia mes burrit dhe gruas është një prej shkaqeve të lumturisë. Wa waladuhu abrar, edhe fëmijët e tij bamirës, do të thënë që janë njerëz të devotshëm, të edukuar, edhe janë bamirës ndaj prindit vet. Wa ikhwanuhu salihin, dhe kur vëllezërit e tij, do të thënë shoqëria që e rrethon, janë njerëz të devotshëm, të mirë, do të thënë është prej shkaqeve të lumturisë. Wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Dhe furnizimin ta ketë në vendin e vet. Mos ketë nevojë për gurbet, do të thënë për udhëtime larg, kur punën edhe fitimin e ka në vendin e vet, rreth familjes vet, rreth shoqërisë vet. Kjo është prej lumturisë njeriu. Pastaj ka transmetuar me zinxhir tjetër nga Hasan al-Basri se ai ka thënë ejuha ar-rajul inna ashadda an-nasi 'alayka faqdan la rajulun idha fazi'ta ilayhi wajadta 'indahu ra'yan. Ka thënë njeri ose o burr, pra njeriu që do të humbësh më shumë ti nëse e humb atë, ose do të thënë kur e humb një shok, ose për shkak të largimit fizik shkon në një vend tjetër, ose largimi për shkak të prishjes së marrëdhënieve, ose vdekja. Ka thënë, pra humbja më e madhe është humbja e një njeriu që kur ke vështirësi, shkon tek ai dhe gjen një këshill të mirë, një mendim të qelluar.
dhe gjenë, domethënë, fjalë që të sjellin mirësi, dhe duke e pas këtë njeri, edhe kur e ka njeriu afër, domethënë të mirën, nuk ja di vlerën, duke e pasur këta e humb. Domethënë e humb, vdes për shembull ose prishen raportet e kështu me radhë. Atëherë thot feltemeste minhu khalefen felem tajidhu. Edhe do të kërkosh zëvendësim për ta, por nuk mund ta gjesh. Domethënë prandaj kjo është pasuri e mirë dhe diçka është shkak i lumturisë, nëse ke një shok që t'jep mendimet sakta, t'jep këshilla të mira, atëherë ruaja, përfito prej tij sa ke mundësi. Se momenti kur e humbat, domethënë është humbje e madhe që nuk krahasohet me humbje të tjera, dhe sidomos nëse nuk mund gjesh zëvendësim. Domethënë e ke humbur atë, tash kërkon një të ngjashëm dhe nuk gjendet i atill, atëherë domethënë kjo është humbje e madhe. Pastaj ka transmetuar me zinxhirin e tij, transmeton autori rahimahullah nga Xhafar ibn Muhammed, se ka thënë kush ka tri cilësi, atëherë njerëzit e kanë obligim, atëherë njerëzit ndaj tij kanë katër obligime. Këto tri cilësi janë: idha khalatahum lam yadhlimhum. Nëse shoqërohet me ta, nuk u bën padrejtësi, përzihet me njerëzit, nuk i bën askujt padrejtësi. Wa idha haddathahum lam yakdhibhum. Kur ju tregon diçka nuk i gënjen, domethënë u thot vërtetën edhe të drejtën. Wa idha wa'adahum lam yakhlifhum. Dhe kur u premton nuk e thyen premtimin. Atëherë nëse ka këto tri cilësi, njerëzit e kanë obligim an yudhhiru adlahu, domethënë ta shfaqin drejtësinë e tij, ta përmendin se është njeri i drejtë edhe është njeri i udhëzimit e kështu me radhë. Wa an takmula fihim muru'atuhu. Dhe ta llogaritin që se është burr me vend, domethënë burr i plot në mesin e tyre. Wa an yajib alehim ukhuwatuhu. Dhe ta dinë se kanë obligim që ta kenë vëlla, domethënë ta ruajnë vllazëllokun me të. Wa an yahrum alehim ghibatuhu. Edhe se e kanë haram ta përgojojnë atë. Domethënë patjetër ai do të ketë ndonjë tmet. Edhe përmendja këtyre tmetave është e ndaluar nëse e kanë, domethënë është një njeri i ktill me këto tri cilësi. Pastaj thot me zinxhir autori transmeton nga Wahb ibn Munabbih se ka thënë inna Allaha la yahfazu bil abdi s-salihi al-qabilata min an-nas. Domethënë Allahu për shkak të një robi të mirë mbron një popull ose një kabile, domethënë një fis për njerëzve, sepse në mesin e tyre gjendet një njeri i mirë, domethënë një njeri që ka dituri dhe vepron me atë dituri, urdhron për të mira, ndalon nga të këqijat. Për shkak të këtij, Allahu subhanahu wa taala i mbron gjithë ata prej shkatrimit dhe dëmtimit. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Pra Zoti yt nuk e shkatron ndonjë vend padrejtësisht, kur ose për shkak të padrejtësisë së tyre, nëse në mesin e tyre banorët e tyre janë përmirësues. Domethënë ka njerëz që thrasin në të drejtën, urdhrojnë për të mira, ndalojnë nga të këqijat, atëherë janë të mbrojtur prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur ka përmendur Allahu popujt që i ka shkatru, ka thënë felaula kana min ahli al-quruni min qablihim ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Domethënë se në ato vende nuk ka pasur në ato banor, domethënë më përpara nuk ka pasur njerëz që kanë mbetur në rrugën e drejtë dhe e kanë ndaluar prishjen nëpër tokë. Domethënë e kanë ndaluar shirkun, e kanë ndaluar devijimin, nuk ka pas, përveç se një numër shumë i vogël, shumë pak, të cilët i kemi shpëtuar. Domethënë ata shpëtojnë përderisa në mesin e tyre ka njerëz të mirë dhe ata njerëz të mirë janë të respektuar dhe të dashur. Atëherë, edhe nëse kanë të tjerë të mëkate, domethënë është mbrojtja e Allahut subhanahu wa taala. Por nëse njerëz të mirë armiqësohen dhe luftohen, atëherë është e pritshme që ai vend shkatrohet edhe më shumë. Thot obligimi i të mençurit,
pra thot autori rahimahullah, i mençur e ka obligim që të kërkojë mbrojtje tek Allahu nga shoqëria me një njeri, të cilin, do të thënë që kur e përmend Allahun, e përmend, do të thënë ky njeriu e përmend Allahun dhe shoku i tij nuk e ndihmon. Nëse harron, nuk e përkujton. Nëse mbetet në neglizhencë, edhe më shumë e nxit për largim prej dhikrit. Do thënë më shumë e fut në argëtime të kota, në fjalë të kota dhe largon prej përmendjes së Allahut, pra kërkojmë mbrojtje Allahut nga një njeri i tillë. Dhe thot, وَمَنْ كَانَ أَصْدِقَاؤُهُ أَشْرَارًا كَانَ هُوَ شَرَّهُمْ. Nëse një njeri ka shok të këqij, atëherë ajo është më i keqi aty. Mos thot dikush se djali imi ka shok të këqij, pa ajo është shumë i mirë. Dhe më thënë, ky që shoqërohet me ata të këqit është më i keqi në mesin e tyre. Dhe sigur që dihet se njeriu i mirë shoqërohet me të mirë dhe bamirës. Ashtu edhe i keqi, më thënë, shoqërohet me mëkatar. Por nëse njeriu e detyron, do të thënë, patjetër rrethanat e detyrojnë që të shoqërohet me njerëz, ndoshta edhe që nuk janë prej më të mirëve, atëherë le të shoqërohet me ata që kanë mençuri dhe burrni. Do thotë edhe ka mundësi që i bie patjetër rrethana e detyron që të jetë mesin e njerëzve të bidatit për shembull, ose njerëz mëkatar, edhe ashtu nuk ka tjetër. Domethënë patjetër mendoj një mëkatar, por le të zgjedh prej tyre ata që kanë burrni dhe pjekuri dhe mençuri më të madhe. Dhe në fund të kësaj teme ka përmendur me zinxhirin e tij nga Abdul Wahid ibn Zaid, ka thënë gjalisu ehlet din min ehlit dunya wala tujalisu ghayrahum. Pra shoqërohuni me njerëz të fetar prej njerëzve të dunjas dhe mos u shoqëroni me të tjerë. Fa in kuntum la budda fa'ilin, por nëse duhet patjetër, do të thënë patjetër shoqërohu me njerëz fetar, do të thënë që ka fenë sakt sipas Kuranit dhe Sunetit, sipas udhës së sahabeve, me njerëz që e ndjekin rrugën selefie, me ata shoqërohu. Por nëse është e domosdoshme, patjetër rrethanat e detyrojnë, atëherë fejalisu ehlel muruat. Do të thënë shoqëroni me ata që kanë burrni dhe mençuri, fa innahum la yarfuthun fi majalisihim, sepse ata nuk flasin fjalë të fllihshta në uljet e tyre ose në takimet e tyre. Do të thënë me njerëz që sidoqoftë edhe për njerëzve të devijum ka të tillë që u intereson mençuria, edhe e duan fen, do të thënë nuk janë që e urrejnë fen. Pra nëse si shembull nëse i marrim bidatxhit, do të thënë patjetër njeriu do të shoqërohet me do e mos me dikan, do të thënë është i detyruar, atëherë le të shoqërohet me dikan që ka burrni, intereson feja, nuk është njeri që është, do të thënë pa asnjë bazë, edhe pa asnjë burrni, por njeri që ndoshta nuk di, por e do të vërtetën. Ka njerëz prej bidatit që nuk din, prej njerëzve të bidatit, do të thënë, që nuk din, por e duan të vërtetën. Dhe ka të tillë që din dhe nuk e duan të vërtetën, pra zgjidhja ata që janë më të pjekur, më të mirë, se ndoshta bëhesh shkak edhe për udhëzimin e tyre, ose përfiton ndonjë aspekt tjetër prej tyre, do të thënë ndonjë mençuri, edhe ndahesh i shpëtuar. Do të thënë nuk ndahesh prej tyre i dëmtuar. Kurse kur shoqërohesh me njerëz që janë me të vërtetë këqij në natyrë, edhe nuk ju intereson as pak udhëzimi i Allahut, atëherë vazhdon të shoqërohesh me ta, patjetër se do të dalësh me ndonjë dëmtim. Edhe thot autori, wa billahi tawfiq, pra e kërkojmë suksesin nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.